rekapituloj. Ti në Jugosllavi, domethënë ndiqesh sepse kërkon drejtat për shqiptarët e Kosovës. Në Shqipëri ndiqesha sepse nuk isha i disiplinum me mësimet e partisë dhe se krijoi dyshimi që nuk ashtu, domethënë nuk jam bashkëtamon atëherë, po edhe ishin interesa caktuar se ata kishin njerëz që dinin atë punë, po ashtu duhej, ashtu kishte thonë në veri. Filloi mu hap pak ajo edhe ashtu tash do dalim edhe tjetër trajtimi kështu. Pra e kam fjalën që gjatë gjithë kësaj kohe, pastaj filloi kështu, i thash kri sekretari, thash diskutojmë, thash këtë punë kur do në mirë, tha hajde në zyrë, tha. Ade sekretari i partisë. Mos dikosh shkojnë zyrën, atje. Tha, ju Kosovar, tha, jeni të gjithë mikro-bërgjes. I thash, shoku sekretar, thash, në radhë parë nuk guxon, thash, ta fyni një popull tonë. E dyta, nuk guxoni asmu të më thoni pa argument. Po me ju, thash, nuk u bisedoka. Edhe u qova, bam. Edhe ktheva shpinën, pa e thonë ditën e mirë, pa kur gjo, mu i tha, po, tha, u mendova mas edhe për një qeshje personale. A di me ndimu. E kthej, pa kur i tha, kom shumë qeshje personale, isha pa shpi, pa kur gjo, thash, po me ju, thash, nuk u mërë. Ajo sekretarja që mërë të shënime, u futi kokën, që kisha një gjukë si soj, ti thut sekretarit partisë kësoj, edhe dola atje ja përplasa dhe derën, bile me këshu. I thana ta shok, qa bënë mërë të këshu, thash, pa leber, ta bëjnë pushkën top, dhe bo kja meti, thash. Edhe, kjo ka qenë, dhe mu thonë, përplasja parë me partinë. E me thret, Skënder Backa. Hajde more këto, ta këtu, hajde more këtu, tha se e kënë të volint, manush me ftiju, zavens kryeministër. O me të burgos, o me të internu firmën, veç e po pritet për firmën e ti. Ani? Pa. Fal ati oficeri, sigurimit, që ka qenë rovoj aty, i cili se ka qenë i detëru me depunu që ka po bëhet në plenum. Falë ati, se ma jep me shkrim, tha. Qa ke folë? Ja vash me shkrim, krejt. Se kjo, të nesër në thiri, edhe ishe qetsuaj, shumë. Se më tha këshu. E ke pas a këshu të minutë. Mirë po tha, ky oficeri, jonë përputh fjallet e tua me të oficerit, me fjallë tjera, ashtu si që ka thonë, ti ka thonë edhe. Pas ka qenë, thash, njeri i nërshëm. Po, tha, shumë i nërshëm, se për nëshë, tha, se kishe pa mu djellin me sy. Kështu ishe përplasja e parë. Pastaj mas kësaj, u hap dosja, filloi ajo gjysëm izolimi, gjysëm injorimi, më dhe thash, kupton të gjitha senet tjera. E kom gjetë një poezi tëndën, e cila po më duket e reflekton këto, është hija. Patën njëherë një gëzim të madh se mazun hijen. Unë po i shikoja në zgripës të kohës. Lëmshit të shpirtit s'po m'ja gjenin fijen. Edhe kjo po më duket ilustrimi më i miri i asaj kohës tonë. Po, që reagimi saj. Ka pas masanej. Ramiz Alia me nësfikat më kritikon që nuk jam. Unë shkrova romanin Kërkim zë vërtetës. U kritikova për 2 qeshtje. Për ahistorizëm, që nuk i kom thonë senet, hala pa i thonë partia, dhe dyta për nxirje të realitetit. Nuk e kom paraqit realitetin mirë, e kom nxi. S'kisha nxi kur gjohën, e realiteti ka qenë edhe ma nxi, se që kom shkru unë atje, po. Ashtu e donën. Me thret Gjevahir Spahiu, ka qenë lidhe në shkrimtarëve të bënë, në shok, flitëshim pa protokoll. Gimi tha, do të them diçka, tha, po ti e di, tha, që po me dollë, e hom ti dhe unë e bashkë. Ha, tha.
Ka ardha një shkres nga Komiteti Qendror, nga Byroja Politike, ku thuhet shkrimtarët dhe artistët të cilët janë të destinuar të gabojnë ideologjikisht gjithmonë. Dhe me qenë, janë ja 10-12 veta, dhe me qenë se ty të fillon e emni me je i pari në listë. Gjim tha, po të tregoj, tha, duhet me ditë, murujt, mua ashtu që duhet. Po dhe të bojnë listat sa të kenë qefin, unë ky që jam, thash, s'kam që baj. Do të thonë partia ka ditë që ti ke me gabu. Po, vjetër. Edhe vrima e miu 300 grosh ka qenë Hotel Dajti. Kur o hap pak dera, që vini ta shokët e miu, unë shkosha me i taku pa pyet sigurimin fare. Shokët e Kosovës? Po, për Kosovës, këpinin. Bile, dole me, kim po më thonë këta, kush kështë ardhër, Aliu, Ali Podrimja, Ramon Dedaj, Mazmija, këta, e po më thonë, dole ma nej Karshi Dajtit, Gimber, tha, në po të shojmë që po të survojnë gjdo minut, tha, po në po kemi qef me nej, tha, ati, kështu. Thash, le të bojnë që atë donë, me fjallë tjera plasi damari, a i vjen, ora 10 pa 10 natës, po bashim gati me ti, me shoqe me ranë gjumë, se do shkonim nesër në punë. Kur të roket dera, bam, qere Gjepi Smajlik, kryetari i akademisë, bashkë me këtë Ibrahim Rugovën dhe Hademir, Gjepi kishte qenë më përpara njërë, Hademir, muhabet e tjera, ju kalzova kush janë, qa janë, qysha, se sapi, që ka më mësu nga Shqipëria, sa është mësoni një gjohë, qa, ka një organizim shumë të fortë, që ju nuk e keni, ju shqiptarët, nuk e di që kanë në Serbi. Nese, shkoj, më thret, u kriju një deg për Kosovën, me Met Karakushi që bënë, Agim thate se ti mundesh me në një mund.